Në parathënien kuranore, në surën El-Fatiha, e përshkruan në mënyrë të përgjithshme apo e prezanton veten përmes 3 cilësive bazike të tij, ku thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lavdi dhe falënderimi i takojnë Zotit të botëve. Pra fillimisht e përmend pra atributin dhe cilësinë e tij i të qenit Zot, sepse Allahu e eliminon çdo mundësi dyshimi se dikush tjetër mund të jetë Zot përpos tij. Dhe e pohon të vërtetën absolute se i vetmi Zot i vërtet është ai. Pastaj vazhdon e thot Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, i gjithë mëshirshmi që përfshin me mëshirën e tij çdo krijesë, besimtare apo jo besimtare, njerëzore apo gjindore, bimore apo shtazore. Dhe mëshirploti që në mënyrë ekskluzive e përfshin me mëshirën e tij robën e tij besimtar. Pra të gjithë robërit e tij që e besojnë atë, e pasojnë atë, përfshihen me një mëshirë speciale nga ana e tij. Qëllimisht Allahu e ka prezantuar veten kësaj përmes këtyre 3 cilësive bazike për të na bërë me dije se kemi të bëjmë me një Zot të cilit mëshira ia mund hidhrimin.